Një program i pasur aktivitetesh kulturore dhe artistike po gjallëron qytetin e Gjirokastrës në këtë atmosferë të festave të fundvitit. Trupa e cirkut kombëtar ka sjellë në qytetin e Gurt një shfaqje festive duke tërhequr publikun e të gjitha moshave. Geral Shima, artisti i cirkut, vlerëson mikpritjen e qytetarëve artëdashës të Gjirokastrës. Ne jemi gjithmonë të lumtur dhe kënaqur që artën e cirkut e transmetojmë kudo ku ne shkojmë. Çdo qytet na mirëpret dhe sot jemi pikërisht në Gjirokastër. Pikërisht në këtë atmosferë festash nuk mund të mungojnë artistët e cirkut për të dhuruar emocione për të gjithë publikun, qoftë të vogël, qoftë të madh, i cili ndodhet këtu me ne sot. E veçantë ishte edhe mbrëmja muzikore e artistëve të ardhur nga Italia. Në skenën artistike, në zonën muzeale, ata interpretuan pjesë operistike si dhe muzikën e filmave të njohur për artëdashësit shqiptar. Sono molto felice di essere qui. Jam shumë e lumtur të jem këtu në Gjirokastër, në vizitën time të parë në Shqipëri. Kam mbetur e surprizuar nga bukuria e vendit tuaj. Është kënaqësi që shfaqim këtë koncert, duke sjellë për publikun pjesë muzikore të pavdekshme nga kompozitor si Morricone apo pjesë operistike. Ardashësit na kanë pritur ngrohtë duke na shoqëruar vazhdimisht me duar trokitje. Questa esperienza con il popolo albanese. È stato un piacere ritornare a... Është kënaqësi të rikthehem për herë të tretë në Shqipëri. Jeni një popull që e doni kulturën, artin dhe emocionet që dhuron muzika. Koncerti mbrëmjes së sotme i dedikohet Ennio Morricones, muzikës së filmave të tij. Dëshiroj të falenderoj publikun e Gjirokastrës që na mirëpriti në këtë atmosferë të ngrohtë festash. E anche di tutto l'anno solare. Grazie di nuovo. Aktivitetet kulturore do të vazhdojnë për gjatë ditëve të festave, duke tërhequr edhe turistët që vizitojnë Gjirokastrën në stinën e dimrit.